Kuvendi i Kosovës dështon të konstituohet për herën e 32. Ndryshimi vetëm nga seancat e mëparshme ishte numri i deputetëve pjesëmarrës. Vetëm 75 deputet nga 120 të zgjedhur morën pjesë në këtë seancë. Kryetari Avni Dehari përsëriti kërkesën për formimin e komisionit për votimin e fshehtë, por Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk pranuan të japin emrat, me arsyetimin se ka shkelje të rregullores. Për këtë arsye votimi dështoi. 45 deputet kanë dhënë votën për, kundër ka qenë 1 deputet, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, ndërpritet seanca, shihemi me 17/6/2025 në orën 10. Deputetët e LDK-s dhe PDK-s bën përgjegjëse për dështimet e vazhdueshme lëvizjen vetvendosja. Kryeministri në detyrë, partia vetvendosje përveç që nuk ka interes në zhbllokimin e kësaj situate, ata tashmë nuk kanë interes as me pjesëmarrje në seancën e kuvendit, kështu që është jashtëzakonisht shqetësuese numri i vogël i deputetëve që po marrin pjesë në seancat e kuvendit. Në këtë rast, zgjidhja e vetme është që lëvizja vetvendose të reflektojë. Mirë po në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje edhe presidentës që të marrë një rol më aktiv